Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin ditën e sotme, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur maratonën tonë të gjatë të komentimeve. Do të flasim rreth ngjarjeve në fakt që kanë ndodhur në showbizin shqiptar. Do të flasim rreth të gjithë personazheve në mënyrë të detajuar, por do t'ju kisha lutur të gjithëve që abonohuni në kanalin ton me subscribe për të kaluar çaste të bukura dhe për të dëgjuar në fakt se çfarë po ndodhe në jetën e artistëve shqiptar. Do të nis ditën sot me një lajm në fakt që është lajm shumë i bukur, por që nuk rezulton të jetë lajm i vërtet, por dua të bëj në fakt një retro të dashurisë, por edhe një përmbledhje të situatës se sa publiku shqiptar dëshiron që, do me thënë, t'i shikon bashk, t'i shikon në krahët e njëri tjetrit dhe më të bekuar në këtë rast Brikenën edhe Mateon. Brikena dhe Mateo që pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, ju e dini shumë bukur që kanë qenë në shënjestër, do me thënë çdo lëvizje e tyre, çdo story i tyre, çdo qëndrimi i tyre, çdo shikimi i tyre, çdo mimik e tyre është shënjestruar dhe është analizuar në mënyrë të detajuar, do me thënë në mënyrë të veçantë. Gjërat janë parë në mënyrë të veçantë. Kjo gjëja me patjetër që e ka bërë Brikenën dhe Mateon që të jenë pak më të rezervuar në lëvizjet e tyre, se kur ti e kupton që ke të gjithë vëmendjen, që ke të gjithë audiencën pas teje, me patjetër që ti dëshiron që të jesh pak më i rezervuar. Tani dua të flas për një lajm që në fakt ditën e djeshme ka qenë dhe ditën e pardjeshme. Ka qenë lajm top 10, edhe pse ka njerëz të cilët apo fansa të cilët dyshojnë në fakt në këtë gjën, po gjithsesi unë kam arritur që të siguroj, do të thënë deri diku një mini informacion. Fotografia të cilën e dje komentuam që Mateo ka vënë dorën te barku i Brikenës, edhe dyshohet në fakt për një shtatzani, pasi që çiftet zakonisht kur janë pritje të ëmbël e përdorin dorën te barku, edhe këtu nisën kjo gjëja që do me thënë krijohet kjo dinamika, janë këto dyshimet etj etj. U ngritën pikpyetje të mëdha në fakt dhe publiku menduan që është lajm i vërtet. Unë do kisha dashur shumë që të ishte lajm i vërtet, për mendimin tim nuk ka asnjë gjë të keqe. Aty ku ekziston dashuria, aty ku ekziston romanca, aty ku ekziston pasioni, me patjetër që do të ketë edhe një fëmijë, do me thënë fëmia është dhuratë e dashurisë, dhe nuk do t'ishte asnjë gjë e keqe në qoftë se Mateo dhe Brikena do ta kishin hedhur këtë hapin, edhe pse publiku pret një dasëm të madhe, duke u bazuar në informacionin të cilin atëherë e dha babai i Mateos që do të bëjë një dasëm të madhe shumë në mes të Elbasanit te Kalaja, por gjithsesi, do me thënë duke që raporti i tyre është një raport fantastik dhe raport dinjitos. Tani Mateo, unë e di që e ka vënë dorën rastësisht te barku i Brikenës, sepse e tillë ishte forma e fotografisë, nuk ishte se si ta bënte ndryshe, dhe e ka bërë, do me thënë, me faktin që e mban dorën tek dashuria e jetës, tek bashkëshortja e tij, tek njeriu që e do dhe gjithçka tjetër. Por nuk i ka vajtur mendja deri në pikën që një dorë në bark do të simbolizonte, për të jam i bindur, një fëmijë, një ardhin e një fëmijës. Nga informacionet që kam unë, Mateo dhe Brikena nuk janë gati edhe për të bërë një dasëm, sepse ja kanë lënë, do me thënë, momentin, çastin të bukur marrëdhënies së tyre, njohjes së tyre. Mendoj që ky udhëtimi në Turqi, në Bodrum, ju ndihmoi sadopak që
të njihnin njëri tjetrin, do me thënë të kalonin momente bashk me njëri tjetrin dhe të argëtoheshin me njëri tjetrin, gjë që në fakt i bëri edhe të jenë më të lidhur, më të ndërtuar dhe më të bekuar bashkë. Do me thënë, i ka bërë që të kenë një afrimitet shumë më të madh, një afrimitet shumë më të bukur, kjo lloj dysheje. Por ato dëshirojnë që një herë, do me thënë, ta jetojnë këtë ndjesi, ta shijojnë këtë ndjesi, të njihen edhe më shumë me njëri tjetrin, më pas me patjetër, duke hedhur hapa të rëndësishëm në jetën e tyre. Por Mateo dhe Brikena aktualisht, do me thënë në kohën për të cilën ne flasim, në vëmendje dhe në fokus e kanë vetëm suksesin e tyre, arritjen e tyre dhe pozicionimin në një vend të rëndësishëm në televizionin Top Channel, sepse pozicionimi është shumë i rëndësishëm dhe sidomos në kohën kur ne jetojmë, do me thënë kjo lufta e madhe e klikimeve, është një situatë që është pak e rëndë për të qëndruar në këmbë, si me thënë për të qëndruar i fort. Por gjithsesi, unë ju uroj me zemër që t'ju visë shpejti një bebi në jetë, pse jo, do të kishte bërë një lidhje më të fortë edhe në dashurinë e tyre, edhe në marrëdhënien e tyre, edhe në emocionin e tyre dhe do ta kishin jetuar në fakt këtë çastin, këtë gjën realisht u uroj me zemër dhe shpresoj që ta shijojnë këtë moment dhe pse jo të na vinë edhe me lajme të forta, të na vinë edhe me lajme bombastike dhe ta shijojmë në fakt atë suksesin që Mateo dhe Brikena e kanë. Për të gjitha ato të cilët në fakt janë çoroditur, kështu do ta them, me këtë lajm gjigant, dua ta konfirmoj që nuk ekziston një shtatzani akoma, do të thënë jemi akoma shumë herët për një shtatzani të mundshme. Thjesht çifti janë duke shijuar momente, çifti janë duke e jetuar marrëdhënien, suksesin, gjithçka në fakt të bukur që ato kanë ndërtuar, po e jetojnë, po e shijojnë dhe po i gëzohen të gjithë këtij suksesi dhe gjithë këtij rrugtimit fantastik. Unë shpresoj që t'ju vej gjithmonë kështu dhe të vinë gjithmonë me surpriza të bukura që gjithmonë na kanë sjellur në ekranin ton televiziv. Domethënë të rejat më të fundit nga kjo dyshe janë pikërisht këto që unë i thash tani, për të pritur muajin shtator, muajin e surprizave, për të ardhur të rejat e tjera, për të shijuar dhe për të jetuar momentin, çastin dhe për t'i gëzuar këto gjëra. Vazhdoni të na ndiqni me subscribe në platformat tona digjitale për të ndarë lajmet më të fundit.